mune dikosh pe juve me më qu deri në Gjakov? Autorë të ndryshëm punojnë me vite në krijimin e veprave të tyre. Në disa raste këto vepra arrin të marrin me njëherë vlerësimin e publikut e në disa të tjera ato mund të vlerësohen edhe pas shumë vjetësh. Për këtë edhe ligji parashet që përfitimi financiar autorit apo producentit i takojë edhe me 10 vjet pas krijimit. Por kur kjo e drejt shkeljet në Kosovë, pikpyetje madhe është vlerësimi i dëmit. Rast konkret i shkeljes së kësaj të drejtë dhe mënyrës së vlerësimit kaotik të saj është ai i producentit Fatmir Spahiu. Premiera e filmit Engjëjt janë larg me producent Fatmir Spahiu në bashkëpunim me producent në Shqipëri dhe Itali, u mbajt në shkurt të vitit 2016 në Prishtinë, por vetëm një vit e gjysmë pas premierës filmi u ekspozua gjithë publikut kosovar pa dijenin e producentit. Kjo u bë nga platforma televizive EPCO përmes radio televizionit shqiptar, anise të drejtat e plota për territorin në Kosovë kishte producenti Spahiu. Në një periudhë relativisht të gjatë kohore, unë merja, si me thonë, informacione nga miq ndryshëm me pam filmin, se pam filmin, jo e kishit bo pa lidhje këtë pjesë, kisha një kureshtje me ditë ku jënë të e pa filmin, dhe si po ndodh me pa ata filmin teritorin e Kosovës, një territor për cilin unë i kom drejtat 100%. Kanë qenë disa miq, mos t'i përmendit se disa prej tyne edhe nuk janë edhe gjallë. Ndër të tjera Ademi Kullovci, për shembull, është një batut që përmendi unë shpesh, më thirrë në telefon, thot, djali jem, brloge pas këtë bo me qitë pjesë, që të diçka e kritikon filmin, edhe unë i thoma Adem, ku je të e pa? A i më thot, jom të e pa në filan platformën, qitu. Pas ta i kësi rasti kum pas edhe në vazhdimsi. Filmi ishte transmetuar nga radio televizioni shqiptar i cili kishte të drejtat e transmetimit në Shqipëri. Gjatë kësaj periudhe, RTS nuk ishte kontrat me platformën EPCO për transmetim. Kësaj me transmetimin e pa autorizuar të RTS-s, ishte transmetuar dhe vetë filmi Engjëjt janë larg, prandaj shkelja ishte dyfisht. Nga monitorimet e KPM-s ka rezultuar se filmi Engjëjt janë larg është transmetuar, domethënë nga ona e RTS-s. Po ashtu është konstatuar që pothuajse një periudhë 2 mujore, EPCO-ja nuk ka pas kontratë për bartje të RTS-s në platformën e saj kablore. Është kusht, domethënë që çdo subjekt, domethënë çdo kanal që bartet i huaj ose edhe vendor, që bartet në operator të shpërndarë që të sigurojë marrëveshje. Dhe të njëjtat ditë të bëjnë nga KPM. Dhe nga monitorimit ka rezultuar se marrëveshja ndërmjet EPCO-s dhe RTS-s këtë rast ka skaduar pothuajse 2 muaj më herët. Si rrjedhoi Spahiu ishte drejtuar kompanisë EPCO duke kërkuar që të zhvillojë një takim me qëllim të diskutimit mbi dëmin që ishte shkaktuar. Sipas tij duke i dhënë mundësinë publikut kosovar për shikimin e filmit Engjëjt janë larg, por rrjedhoi ka rënë interesimi i televizioneve për transmetimin e tij apo shndrimin në forma të tjera artistike. Dhe i dërgoj një email EPCO-s. Ju them, njerëz, jeni tash e kum harru çka qyshte eksakt, por e bëj një kërkesë për një takim sepse jeni të e shfaq filmin tem ilegalisht. Nuk marr përgjigje. Do me thonë nuk marr përgjigje. Kjo është e para. E dyta, si me thonë, krejt kjo ndodh në 2-3 muaj. Unë e takoj një avokatin tim. Përkundër kërkesës për diskutim, përgjigje nuk ishte dhënë nga EPCO. Për këtë Spahiu kishte ushtruar padi pranë gjykatës themelore në Prishtinë për shkeljen e të drejtave të tij si producent i filmit, e që këto të drejta derivojnë nga ligji për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përtafërta, dhe si rrjedhoi ishte kërkuar edhe dëmshpërblimi. Me kërkesë padi është kërku ajo që ligji ja njeh padicit, do të thotë kompenzimin e dëmit për shkak të shkeljes së të drejtës së autorit. Shkelja e të drejtës së autorit në këtë rast është vërtetuar më herët para se të paraqitej padia dhe Komisioni për Media e ka vërtetuar se filmi është transmetuar në territorin e Kosovës përmes kanalit të RTS-s, të cilën e paditura po ashtu e ka transmetuar në mënyrë të pa autorizuar.
Procesi gjyqësor i zhvilluar për bën një film në vete. Padia u trajtua dhe gjykata kërkoi hartimin e ekspertizës financiare me qëllim të vlerësimit të dëmit që ishte bërë Spahiut. Fillimisht, gjykata kishte angazhuar për ekspert financiar Madam Ferizin. Procesi shpërfaq një realitet të hidhur të asaj se si zhvillohen proceset gjyqësore dhe vendimarrja që bëhet për vepra artistike. Ligji njeh 3 lloje të dëmit: dëmin material apo real, dëmin jo material dhe fitimin e humbur. Dëmi material apo real nënkupton dëmin që është shkaktuar pronarin nga veprimi i jashtëligjshëm. Dëmi jo material paraqet dëmin që i krijohet të dëmtuarin nga veprimi i paligjshëm, si dhëmbjet e pësuara fizike, dhëmbjet e pësuara shpirtërore për shkak të zvoglimit të aktivitetit jetësor, të cënimit të autoritetit, të nderit të lirive ose të drejtave të personalitetit e tjerë, ndërsa fitimi i humbur paraqet pengimin e shtimit të pasurisë për shkak të veprimit të paligjshëm. Pra paraqet masën pasurore që do të mund të arrihej nëse veprimi i paligjshëm nuk do ishte ndërmarrë. Në rastin konkret, ky dëm kalkulohet duke llogaritur se sa do të mund të ishte fitimi i autorit ose vepra e tij nuk do të dëmtohej. Në rastin e Spahiut, Ferizi nga 3 dëmet që parashihen me legj ka kalkuluar vetëm fitimin e humbur, edhe ai vlerësohet të jetë 0. Bazuar në ekspertizën e bërë më 23 gusht 2019, ai thot nuk ka pasur asnjë element të bazuar për të konstatuar ekzistimin e fitimit të humbur. Sipas tij, filmi është shfaqur vetëm në kineman ABC në Prishtinë dhe askund tjetër, si dhe, sipas Ferizit, Spahiu si producent nuk ka qenë në marrëveshje me ndonjë kinema tjetër për ta transmetuar filmin dhe si rrjedhoi, transmetimi nga EPCO nuk e ka dëmtuar në interesimin e shikuesve për ta parë në kinema. Eksperti mendon se këtë pyetje ekspertja ka parashtruar edhe producentit të filmit gjatë takimeve. Si është e mundur se premiera e filmit është dhënë me 19/02/2016 dhe gjerë me 02/09/2017, kur sipas paditësit është shkelur e drejta e autorit dhe është marrë ekskluziviteti. Producenti paditësi mos të shfaq filmin askund dhe si pasojë e kësaj, eksperti nuk ka mundur që gjykatës t'i propozoj se paditësi ka pasur fitim të humbur. Në anën tjetër, Spahiu thot që në vitin 2017 Kosova nuk ka pasur kinema të tjera për transmetim, andaj mundësitë thot të kenë qenë të kufizuara. Vlen të theksohet, koha kur është shfaq ky film në Kosovë kanë qenë 2 kinema funksionale. Kinemaja ABC këtu në Prishtinë dhe kinemaja Dokukino në Prizren. Kinema tjetër në Kosovë që ka plotsu parametrat teknik për shfaqjen e filmit nuk ka pas. Rrjedhimisht filmi distribuim kinematografik nuk ka pas mundësi me pas post në këto 2 kinema, sepse kjo ka qenë situata në Kosovë. Ne nuk kemi mujt me kriju kinema artificiale për shfaqjen e filmit. Pra kjo është po është shfaqur. Megjithatë, për ta kalkuluar fitimin e humbur, jo në çdo rast bartësi të drejtave të autorit kërkohet që të dëshmojë se ka qenë në ndonjë proces për shitjen e veprës artistike, bazuar në ligjin për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta, të drejtat ekskluzive ekonomike, i takojnë autorit gjatë gjithë jetës së tij dhe 70 vjet pas vdekjes së tij. Jo domosdoshmërisht, sepse ka alternativa tjera, vetë fakti që producenti ndërmerr iniciativën për me fiksu një film në një fonogram, kjo tregon që mundësia për që atë film pastaj për me shitë dhe për me lidh kontratat të tjera është e madhe. Domethënë kjo është incentiva kryesore pse e bëjnë producentët e filmit këtë. Mirë po, alternativa tjera ka, nëse s'ka kontrata, atëherë mundet mu pa se sa është çmimi, për shembull i një filmi të njëjtë në treg, sa do të kishte qenë, të merret parapërtësisht të bëhet një analizë tregut, por mundën domethënë të bëhen edhe anketime që te ne pak është problem këto anketime të cilat janë të shpeshta në vende tjera ku gjykatat i bëjnë, ku i pyesin njerëzit, domethënë në lidhje edhe kjo përdoret faktikisht edhe për me përcaktuar edhe këtë farë fitimin e humbur, për me pa, domethënë se sa kishin qenë njerëz të gatshëm për me ble filmin ose për me pagu për një film të tillë ose të ngjajshëm sipas analizës së tregut. Lidhur me forllogaritjen e fitimit të humbur në ekspertizën e Felizit, Plakolli thot se nuk janë marrë parasysh disa faktorë. Sipas Plakolli Kasumit, me rëndësi është fakti se sa herë është ritransmetuar filmi dhe fitimet që mund të kenë derivuar në secilin transmetim. Janë disa mënyra tash për ta përllogarit atë, për llogarit fitimin e humbur, gjykatat zakonisht lëshohen, shikojnë
sa do të kishin qenë të hyrat nga honoraret ose nga pagesat e licencës, në qoftë se producenti i filmit e kishte licencu të drejtat e ritransmetimit shkelësit, edhe ritransmetimi i tillë nuk do të kishte ndodhur në mënyrë të pa autorizuar. Po ashtu gjykata mundet me pa dhe sa ka qenë fitimi, siç thash, i shkelësit, duke parë zakonisht gjatë ritransmetimeve ka dhe reklama prej cilave fitohen para dhe mundet me pa se sa ka qenë ky fitim gjatë ritransmetimit të tillë. Edhe kjo pastaj me kërkesë të producentit të filmit, gjykata pastaj e cakton që kjo t'i paguhet si do shërblim. Në zhvillim të procesit gjyqësor nuk është argumentuar se sa herë është ritransmetuar filmi Engjëjt janë larg në kohën prej rreth 2 muajsh kur IPCO nuk kishte kontratë me RTS-n dhe vazhdonte ta mbante si pjesë të kanaleve. Spahiu thotë se në disa raste të ketë marrë komente nga kolegët lidhur me realizimin e filmit gjatë transmetimit në RTS, mirë po Komisioni i Pavarur i Mediave ka evidentuar vetëm një rast, vetëm rastin kur Spahiu kishte parë në transmetim dhe kishte ofruar argumente tek komisioni. Ju po thoni që KPM-ja ka arrit me identifiku vetëm një rast. Po, Por për sa raste të tjera ju dyshoni, sa herë të tjera ju keni pasur informacione dhe ju dyshoni se është transmetuar? Në shumë raste tjera. Në shumë raste tjera, Alberta, po kjo ma nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi kjo për mu. Rëndësi ka për mu që një produkt i jemi ju ka dhonë mundësia 2 milion qytetarëve të Kosovës me pa. Ska rëndësia është pa 1 herë, 1 milion herë apo 300.000 herë. Produkti për cilën unë e kam të drejten ekskluzive, një produkt i cili është pronë e produksionit buka, është shit, është shfaq në platformën IPCO. Por, në anën tjetër KPM nuk ka mjet me anës së cilit do të mund të identifikonin se sa herë është transmetuar një produkt. Nuk e dini as sa herë është ritransmetuar filmi? Jo, absolutisht KPM nuk i ka këtu thonë sa është ritransmetuar filmi. Për shkak të mungesës së buxhetit, po thonë. Nuk mautit e tregut medial nuk kemi. Nuk ka pas KPM në atë kohë dhe nuk kemi ende mautit të tregut medial. Për këtë betimi për drejtësi ka kërkuar përgjigje nga Radio Televizioni Shqiptar, por nuk janë përgjigjur, përveç mos verifikimit të numrit të ritransmetimit. KPM nuk mund të verifikojë as shikueshmërinë që ka pasur filmi, andaj KPM nuk do të mund të dëshmojë se sa qytetarë kanë parë filmin Engjëjt janë larg dhe si rrjedhoi sa ka mund të jetë dëmi i bazuar në këto dy të dhëna. Sa ka qenë niveli i shikueshmërisë së filmit Engjëjt janë larg të transmetuar në RTS në vitin 2017 përmes platformës IPCO? Të drejtën KPM nuk është që ka mautje të tregut medial. As në kohën kur po flasim, KPM nuk ka pas mautje të tregut medial. Dhe sa kur po flasim, prapë nuk kemi mautje të tregut të shikueshmërisë, varësisht domethënë për platformave apo ose më ose televizioneve që la transmetojnë. Është një diçka që kushton shumë dhe KPM asnjëherë nuk ka pas buxhet të mjaftueshëm që më bëu diçka tillë në motit të tregut medial. Jemi në konsultim tash me zyrën e BE-s, jemi duke shikuar mundësinë që ata me financojnë projekte të tilla për të ardhmen që me pas një motje të publikut sa i përket shikueshmërisë televizioneve në përgjithësi në Kosovë. Nëse ju nuk e matni shikueshmërinë, si do ta plotësoni kërkesën e gjykatës, e cila do që të dihet se sa herë është shikuar ky film? Është një diçka që unë thash më herët, zakonisht vendimi të gjykatës nuk është që i interpretoj, po tjetë kërkesë nga una gjykatës nga KPM që të shikohet sa herë është transmetuar ky film. Unë them me përgjigje to që KPM nuk ka mundësi me apat përgjigje sepse nuk ka matje. Do thotë nuk do të arrini ta dëshmoni me Jo, në asnjë formë, jo, sepse shikoni, ne kemi mbi 200 media në Kosovë që kemi të licencuar. Dhe është e pamundshme domethënë KPM-ja që të ketë incizime ose po të ketë për gjithë ato media domethënë incizime që ruhen dhe mandej bëhet një matje aty në sa herë është transmetuar të zonë filmi i njëjtë ose diçka tillë. Unë mendoj që ato mund ta vetëm nëse ka një dëshmi palt në këtë rast janë procedurë ose diçka të tillë, mirë po KPM nuk e ka si mundësi pavarësisht nga kush kërkohet këtë rast nga gjykata që të dëshmojë jo vetëm këtë rast, por dhe raste të tjera se sa herë ka mundur shfaq një film më thonë i retransmetuar në Kosovë përmes një kanali që vjen jashtë Kosovë. Makshana nga IKD thotë se fillimisht do duhet të vërtetojë baza më pas të llogaritej fitimi humbur nga ekspertët financiar. Sipas ligjit për procedurën kontestimore, gjykata me propozimin e palëve mund të bëjë të provuarit
so herë që për vërtetimin apo sqarimin e fakteve apo të rrethonave të caktuara nevojitet dieni profesionale e të cilën normalisht nuk mund ta ketë gjyqtari i çështjes. Në rastin konkret, fillimisht do duhet që të vërtetohet baza e pastaj eksperti financiar të bënte llogarinë e fitimit të humbur. Pa vërtetimin e bazës nuk do të mund të bëhej as llogaritja e fitimit të humbur. Konsideroj që edhe caktimi i ekspertizave për nga rënditja ka qenë gabim, pasi fillimisht ka qenë e nevojshme dhe është dashur të bëhet ekspertiza kinematografike e pastaj të bëhet ekspertiza financiare. Pasi një element që duhet ta kemi parasysh në rastin konkret, kemi të bëjmë një lëmi e cila kërkon një uri specifike, e të cilat një uri normalisht që nuk i ka eksperti financiar. Në anën tjetër, megjithse në hyrje të ekspertizës financiare, eksperti deklaron se me të pranuar lëndën nga gjykata dhe pas përpunimit të shkresave të lëndës ka konstatuar se në këtë lëndë janë shkresat e nevojshme, me qëllim që ekspertit të hartoj ekspertizën, në fund ajo nuk ishte finalizuar në mungesë të faturave. Betimi për drejtësi ka kontaktuar përmes telefonit me Ferizin, mirë po i njëjti nuk ka dashur të prononcohet. Në anën tjetër, Qerezi thotë se në takimin e zhvilluar me të i ka kërkuar që faturat e investimeve që Spahiu ka bërë për realizimin e filmit t'i marrë tek zyrat e Spahiut. Faturat nuk kanë qenë të dorëzuara, është e vërtet, me rastin e dorëzimit të padis. Ato vetëm janë përmend që do të dorëzohen. Mirë po, nuk kemi arrit me dorëzu me rastin e paraqitjes së padis, kështu që kur është angazhu eksperti financiar dhe ka kontaktu përfaqësuesin ligjor të padicit, ai ka orientuar që faturat t'i marrë në zyret e padicës, që është subjekt juridik. Mirë po, për çfarë arsye nuk i ka marrë ato, nuk e di. Do të është mirë me pyet atë. Por rrjedhoi eksperti financiar nuk ka konstatuar asnjë dëm ndaj producentit me shfaqjen e filmit pa autorizimin nga IPCO. Alberta, unë po ta them ty dhe përmes teje dhe sistemit të drejtësisë kosovare. Është një ekspozit diku në Amerikën Latine, ku një banane e ngjitur në mur, me një sellotep, një banane e ngjitur në mur shitet diku 1 milion euro. Blersi e merr atë banane dhe e han. Ajo është një kuriozitet botëror, se si një vepër artistike e kot në thojza, e pavlerë në thojza, mund të blihet 1 milion euro. Do me thonë, unë po kam dëshirë për veti dhe për gjithë ata që nesër prodhojnë një vepër të caktuar, një fotografi, një film, një skulptur, një piktur, dua që të gjithë ata që kanë televizione, që merren, që kanë platforma, etjera, ta kenë një ndjeshmëri të nevojshme. Çka ndodh me Ligën e Kampionëve? Këtë shembull dua ta marr. Çka ndodh me Ligën e Kampionëve kur transmetohet në Kosovë? Bazuar në proces verbalin e procesit gjyqësor për këtë ekspertizë, Ferizi kishte deklaruar se nuk ka njohuri profesionale mbi fushën e kinematografisë, por nuk ka treguar se si u te i kalua kjo mosnjohuri, kur ai vlerësoi se nuk kishte fitim të humbur. Andaj Spahiu kishte refuzuar ekspertizën e Ferizit duke kërkuar që të angazhohet një ekspert i fushës. Për këtë kishte propozuar drejtoreshën e Qendrës Kinematografike të Kosovës, Blerta Basholli. Megjithatë, edhe ky proces nuk kishte shkuar në rregull, në vend se ekspertiza kinematografike të shërbej ekspertizës financiare, ato ishin ndarë në 2 të ndryshme. Për shumë fusha të shkencës nevojitet dije e posaçme e që ka raste sikur ky që po flasim, që Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk ka ekspert të certifikuar. Parimisht gjykata ekspertët në radhë të parë i cakton nga lista e ekspertëve të përhershëm të certifikuar pranë Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Mirë po në qoftë se për ndonjë lloj ekspertimi nuk ka ekspert të përhershëm, gjykata me propozimin e palëve nuk kufizohet vetëm tek lista e ekspertëve të përhershëm, por mund të caktojë edhe ekspert nga rodhët e profesionistëve të fushës përkatëse, jashtë listës së ekspertëve të përhershëm, siç edhe ka ndodhur në rastin konkret, me qenë se fusha të drejtave të autorit dhe të drejtave të producentit ka qenë pa njohur për ekspertin financiar, caktimi i këtyre ekspertëve do të ndihmonte në zgjidhjen e drejtë të një çështje, pasi këto ekspertiza do t'ju besoheshin njerëzve profesionistë të fushave përkatëse, që është edhe qëllimi kryesor i ekspertizës. Në rastin konkret, ekspertiza kinematografike do duhet të shërbente si bazë dhe si asistencë për ekspertizën financiare, e jo e njëjta të nxjerrë konstatime financiare dhe juridike nëse është kelur e drejta producentit
merri transmetimin e filmit nga e paditura. Basholli në ekspertizën e hartuar më 20 janar 2020 kishte vlerësuar se dëmi shkaktuar ndaj kompanisë Buka ishte 341.000 euro. Madje sipas Bashollit, kjo shumë do duhet të trefishohej sipas ligjit për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta. Megjithatë, më 1 qershor të po atij viti, kjo ishte refuzuar nga kompania EPCO, të cilët në kundërshtimin e padis ishin arsyetuar se Basholli nuk është eksperte e licencuar e gjykatës dhe në ekspertizën e bërë ka trajtuar çështje jashtë profesionit të saj. Për këtë betimi për drejtësi ka tentuar të marrë një përgjigje nga Basholli, por e njëjta nuk ka dashur të deklarohet se si ka qenë specifikuar ftesa e gjykatës për angazhim, si dhe sqarimet që janë dhënë për punën e angazhuar. Ndryshe nga pala e paditur IPCO, pala padit se kompania Buka kishte bërë precizimin e padis, duke kërkuar kompenzimin prej 821.000 euro, 150.000 euro në emër të dëmit real, 570.000 euro në emër të trefishimit të fitimit të humbur dhe për shkak të fitimit jo material, 100.000 euro. Si përfundim, më 27 maj 2021, gjykatësja e gjykatës themelore në Prishtinë Saranda Bogaj Sheremeti kishte marrë gjykim me të cilin kishte aprovuar pjesërisht kërkesë padin, duke aprovuar shumën totale të kompenzimit prej 341.000 euro. Të pakënaqur të dy palët kishin bërë ankesë në gjykatën e apelit. Eksperti kinematografik apo eksperti që caktohet nga gjykata, për shkak të nevojës së dijes së posaçme profesionale, duhet të kufizohet vetëm në kuptim të vlerësimit të bazës. Pra, ekspertiza e ekspertit duhet të shërbejë si asistencë për ekspertin financiar ku jepën mendime profesionale dhe jo gjykime, si dhe jo të bën kalkulime financiare duke marrë kështu rolin e ekspertit financiar. Llogaritja e kompenzimit nga ekspertja në emër të trefishit të fitimit të humbur është e kalimi kompetencave të saj. Pra, nuk i takon ekspertës të bëjë një konstatim të tillë. Ky është vlerësim për të cilin vendos gjykata dhe jo ekspertja. Trefishimi i dëmet apo zhdëmtimi i posaçëm, siç njihet sipas ligjit, nuk mund të kërkohet kumulativisht, pasi ky i fundit sipas nenit 181 të ligjit për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta, mund të kërkohet vetëm si kërkesë alternative. E në rastin konkret, paditësi ka kërkuar kompenzimin e dëmit material dhe dëmit jo material. Me aktgjykimin e shkallës së parë, ne kemi paraqitur ankesë. Për arsye se nuk kemi qenë të kënaqur me lartësinë e kompenzimit të akorduar. Përndryshe kemi qenë të kënaqur me vendimin që veprimi i të paditurës të konsiderohet shkelje e të drejtave të autorit, por lartësia e kompenzimit të akorduar me atë nuk kemi pajtu dhe kemi paraqitur ankesë. Betimi për drejtësi ka tentuar të marrë përgjigje për këtë edhe nga gjykatësja Bogaj Sheremeti, mirë po me arsyetimin se rasti është në proces e sipër, nuk ka pranuar të deklarohet. Në anën tjetër, gjykata e apelit kishte kthyer lëndën në rivendosje. Sipas apelit, aktgjykimi ishte kundërthënës për shkak se në një faqe të tij thuhej se administroi si proces ekspertizën e ekspertit financiar Ferizi, ndërsa në faqe tjetër thuhet se nuk e administroi si provë dhe nuk i fal besimin. Tutja apeli ka kërkuar që shkalla e parë në riprocedurë të eliminojë të gjitha shkeljet duke ftuar ekspertin financiar të plotësoj ekspertizën e tij, si dhe sipas apelit duhet të kërkohen nga KPM informata për shikueshmërinë e filmit Janë gjytjan larg, të ritransmetuar nga EPCO më datë 2 shtator 2018, duke filluar nga ora 20 deri në 22 dhe varësisht nga shikueshmëria të ftohet ekspertja e kinematografisë që të jap mendimin se a ka humbur vlera e përgjithshme e kinematografisë. Megjithatë, bazuar në përgjigjen e KPM-s, këto të dhëna nuk do të mund të jepen nga ta. Adresa e fundit mbetet EPCO, vetë pale përfshirë në proces. Nëse eksperti gjyqësor nuk eliminon edhe vërejtjet e paraqitura, atëherë mund të mblidhet një grup ekspertësh për vlerësim. Fillimisht një nga mundësitë e gjykatës është që të kërkojë sqarime plotësuese nga eksperti në rastet kur kemi të bëjmë me ekspertiza që janë të mangëta apo të paqarta. Po ashtu ligji i procedurës kontestimore ka paraport që për çështje të cilat janë më të ndërlikuara, të caktohet më shumë se një ekspert. Edhe në rastin konkret, gjykata ka mundur që të caktojë një grup të ekspertëve për shkak se çështjet nga lëmia e kinematografisë nuk janë çështje të njohura për të gjithë dhe kërkojnë një uri specifike. Po ashtu nëse shohim edhe vendimin e gjykatës së apelit, kur e ka kthyer këtë rast në rigjykim, i ka rekomanduar shkollës së parë që të caktojë grup të ekspertëve nëse paraqitet si nevojë.
Avokati thotë të jenë mbajtur vetëm një seancë. Në këtë seancë, ai thotë që gjykatësia e rastit i ketë kërkuar ekspertit financiar plotësimin e ekspertizës. Për të mbajtur seancën e radhës, duhet përfundohet ekspertiza financiare së pari. Mirë po, ekspertiza financiare nuk është përfunduar. Do të thotë plotësimi i ekspertizës financiare. Por se kur do të përfundoj ekspertiza e plotësuar nga Felizi, i njëjti nuk ka treguar gjatë zhvillimit të bisedës përmes telefonit. Betimi për drejtësi ka tentuar të marrë për këtë një përgjigje dhe nga EPCO për të njëjtit nuk janë përgjigjur asnjë shkresë elektronike. Përgjigje ka thënë se nuk mund të jap pas avokati angazhuar Dedinca i kontaktuar përmes telefonit. Megjithatë, 5 vjet pas procesit gjyqësor, Spahiu thotë se do të hiqte dorë për shkak të kohëzgjatjes. Mirpo, ai thotë se ajo që vazhdon ta mbajë në proces është vlerësimi i avokatit të EPCO-s, Isamedin Dedinca, sipas së cilit Spahiu ka për qëllim përfitimin e jashtëligjshëm. Me sinqeritetin më të madh, me përgjegjësinë më të madhe ligjore, morale, çush dush çuje. Po të mos ishte fjalia përfitim i jashtëligjshëm, që unë kom hy në këtë rrugë, kom grit padi, kom shpenzu edhe një buxhet caktuar në ekspertiza e tjera, po mos ishte ofendimi që më është bë në shkresa, unë rrugës do ta konsideroja tërheqjen prej këtij procesi, sepse është i lodhshëm, i mundimshëm, absurd e her pas here edhe qesharak. Mu në këtë rrugë më mban fjalia e zotit Isamedin Dedinca, jurist, përfaqësues, avokat i IPCO-s, që dikon e thot do ta gjeni ju se unë jam në këtë proces me qëllim të përfitimit jashtëligjshëm.